Atëherë mirëditë të gjithëve, besoj se duke qenë prezantu ju dhe i ndoqët lajmet në mënyrë drejt për drejt. Kuvendi i Shqipërisë votojnë në mënyrë konsensuale ngritjen e 2 komisioneve shumë të rëndësishme, ai për reformën zgjedhore, një diçka e shumë pritur, njëkohësisht edhe si reflektimi edhe kërkesave të fundit të raportit të OSBE-ODIHR, por njëkohësisht e Komisioni i Reformës Zgjedhore, i reformës territoriale, i cili dhe ky është po që rëndësishëm dhe në fundit është i ndërlidhur dhe me ecurinë e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Do të theksoj që ndryshe nga herët e tjera dhe për shkak të numrit të lartë të partive në kuvend, ne i kemi dhënë të drejtën të gjitha partive, edhe ato të cilat kanë nga një mandat, meqense ka qenë pjesë e debatit, që të marrin pjesë në Komisionin e Reformës Zgjedhore, të kenë të drejtën e bërjes së propozimeve, të kenë të drejtën e diskutimit, gjithçka tjetër, vetëm thjesht nuk janë antar formal të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Por asgjë tjetër nuk i pengon këto parti për të qenë me drejta plota njësoj si partitë e tjera. Qëllimi është për të patur një komision që të jetë funksional, sepse ne nuk mund kemi një numër pafund deputetësh aty, gjë që e bën të pamundur funksionimin normal të kuvendit, por e rëndësishme është të trajtojmë atë në mënyrë gjithëpërfshirëse, duke pasur të gjithë palët dhe njëkohësisht duke ruajtur traditën e marrjes së ekspertizës së ODIHR, Komisionit Veneciave apo çdo institucioni i cili do të japë mbështetjen për objektin e punës, që është reformimi i kodit zgjedhor, por mbi gjithë edhe legjislacioni për partitë politike, kryesisht duke fokusuar tek financimi i partive politike. Këto janë gjëra që dua të ndaja dhe besoj brenda pak ditësh ne do të japim dhe propozimet për antarësinë dhe komisioni do të fillojë me njëherë nga puna. Mendoj që fokusi i parë duhet të jetë ligji për financimet, meqense është dhe i kërkesë e Bashkimit Evropian, është pjesë e agjendës së integrimit dhe ka një nevojë për të adresuar. Raporti OSBE-ODIHR thekson se në këto zgjedhje thuajse është fshirë fare vjendarëse mes shtetit dhe partisë. A do bëjë ndonjë gjë Komisioni i Reformës Zgjedhore për këtë çështje? Komisioni i Reformës Zgjedhore do të trajtojë të gjitha rekomandimet e ODIHR-it, siç ka trajtuar më parë dhe në tërësinë e tyre, se nuk ka vetëm një rekomandim, ka shumë rekomandime dhe të gjitha ato problematika që ngrihen për zgjedhje, pse jo të jenë pjesë e punës së tryezës sonë, dhe unë jam i hapur që të vazhdoj dialogun me këto, edhe me shoqërinë civile, edhe me institucionet ndërkombëtare, si të gjejmë zgjedhje ligjore më të mira që reflektojnë interesat e publikut shqiptar, por që reflektojnë mbi të gjitha rekomandimet e ODIHR për zgjedhje më të mira. Po të shumë OSBE-ODIHR e dënon patronazhistët se një strukturë që nuk është në përputhje. Ndërkohë kryetari juaj vazhdon në bën thirrje patronazhistëve për të punuar për zgjedhjet e ardhshme. Nuk ka një konflikt këtu? Ju lutem shumë, këto gjëra do të trajtohen në ligjin zgjedhor. Patronazhimi është një funksion politik me antarësinë e Partisë Socialiste, nuk ka të bëjë me atë koncept që përdoret rëndom në politikë. Megjithatë, këto janë gjëra që do t'i diskutojmë me kohën dhe unë jam i hapur të dëgjoj çdo vërejtje dhe e kam lexuar me shumë vëmendje raportin. Zoti Gjiknuri, Partia Demokratike kërkon që të ndryshojë sistemi. Është e hapur Partia Socialiste për të ndryshuar sistemin zgjedhor? Çdo gjë është në tavolinë. Ne edhe herën e fundit e ndryshuam sistemin zgjedhor bazuar kryesisht në kërkesat e Partisë Demokratike, sepse dhe ndryshimi i formulimit apo i përbërjes së listës zgjedhore me një pjesë të mbyllur dhe një pjesë të hapur është pjesë e sistemit zgjedhor. Ne jemi të hapur për të gjykuar çfarë do të jetë varianti më i mirë dhe kjo mbase lidhet një çik dhe me reformën territoriale, nëse do të ketë Shqipëria një ndarje tjetër politike administrative, kjo gjë mbetet për të parë dhe natyrshëm sistemi zgjedhor të reflektojë atë ndarje. Zoti Gjiknuri, një ndër rekomandimet e shpeshta tashmë të OSBE-ODIHR-it është dhe depolitizimi i komisioneve niveleve 2 dhe 3. Do të mbetet ky komision reformës zgjedhore vetëm tek depolitizimi i këtyre dy komisioneve niveleve 2 dhe 3, apo mund të preket edhe vetë ngrirja e komisionit qendror të zgjedhjeve duke çuar drejt një komisioni monokratik? Këto janë gjëra për të parë, nuk kam një opinion lidhje sidomos për çështjen e riorganizimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Depolitizimi i administratës zgjedhore është një kërkesë e kahershme, mundësit janë. Ne kemi arritur një formulë kompromisi në vitin 2020 me Partinë Demokratike, fatkeqësisht nuk u realizua ajo, pra kemi një bazë të mirë solide. Për KQZ-n është pjesë e reformimit dhe diskutimit që do ta kemi në komision. Se dhe vetë KQZ-ja është pjesë me përfaqësues partish. Në KQZ-ja në vetvete, KQZ-ja është një organ në duke i depolitizuar, pasi antarët aty nuk hiqen dhe emrohen nga partitë politike, por kanë një mandat të
përcaktuar në ligj, kështu që do të thotë puna e tyre është e pavarur, a kanë influenca politike. Patjetër çdo institucion mund të ketë, e rëndësishme është vendimarrja e tyre është transparente, është gjithë përfshirëse dhe organi nuk është se varet nga emrimet e partive politike për interesat të zgjedhjeve të ditës. Zoti Gjiknuri, afati i punës komisionit është 9 muaj, por ndërkohë kemi një historik që në fakt duke marrë konsiderat çfarë ndodhi në legjislaturën e kaluar, ka ndodhur shumë shtyrje të punës së këtij komisioni. A jepni ju një garanci që do të përfundoni të keni një reformë zgjedhore brenda 9 muajve, pasi edhe OSB Odir ka nënvizuar se është antikushtetuese që të bëhen ndryshime shumë pak para zgjedhjeve? Nuk jap garanci përveç se gjëja që i kam dorë. Ky është parimi im njëherë, se zbatoj në çdo punë. Aty është një tango, se kemi edhe një opozitë e cila në fundit ka drejtat dhe kërkesat e saj, kështu që unë do bëj çmos, jap garanci për një gjë që do t'i dëgjoj, do të punoj intensivisht dhe komisioni do të jetë gjatë gjithë kohës i mbledhur dhe patjetër nëse ka produkt konsensual ne mund ta arrijmë edhe më shpejt. Një nga rekomandimet e Odirit është ndalimi i aktiviteteve qeveritare për qëllime përfituese për qëllime elektorale të bëhet 9 muaj dhe më 4 muaj përpara datës së zgjedhjeve, do të ketë sanksione ndaj atyre që shkelin kodin zgjedhor. Sanksione të ashpra. Kjo gjë është për të parë, natyrisht do të shikohen dhe penalitetet dhe të gjitha kufizimet e mundshme, por të mos harrojmë që jo për si thua së bashku me ujin e ndotur të hedhim dhe fëmijën. Nuk ka qëllim kodi zgjedhor të paralizojë shtetin 2 vjet, se Shqipëria ka njërë 2 vjet zgjedhje. Qëllimi është që kryeministri mos jap bonus në fushat zgjedhore, mos fal gjobat në fushat zgjedhore. A janë të jushme këto të bëhen në fushat rekomandimet zgjedhore? e Odirit, standardet ndërkombëtare, patjetër edhe opsione më përforcuese që garantojnë transparencë më të madhe, por nuk jam gjendje të them se çfarë afatesh do të jetë apo si do të jenë, se nuk takon mua në mënyrë të njëjtshme të bëj propozime të tilla tani. Faleminderit.